Në qoftë se shihni një fotografi atje, shihni që truri i njeriut është i përbërë prej miliona, biliona fijeve nervore, qelizave nervore, që quhen neurone, dhe e kam të nevojshme t'ja shpjegoj që një neuron është pjesë e atij kompjuteri natyror apo procesori apo funksionin të cilin e kryen truri. Dhe për këtë arsye duhet të përqendrohem vetëm në atë funksion të një qelize të vetme. Dhe ajo qelizë e ka fillimin e fundin, kokën dhe bishtin. Kjo koka janë disa fije, edhe te bishti janë disa fije. Quhen dendrit dhe neurit. Ekziston teori se cilët që shpjegon se si përcjellet informacioni nëpërmes asaj qelize, që ka kokën, e ka aksonin, pra trupin e gjatë, dhe pastaj ka bishtin ku përfundon në fije po ashtu. Mirë po, qeliza me qelizen nuk lidhet mirë fizika, ato fije nuk lidhen njëna me tjetrën, por janë të zhytura në një materie që quhet neurotransmetues. Dhe ajo materie është materie kimike, quhet neurotransmetues për arsye se informacionet përcjellen prej një fije nervore, prej një qelize, prej një neuroni, pra prej një fije nervore në fijen tjetër. Në qoftë se më pyetni se kur regjistrohet memoria, ju e marrni mend prej kur keni qenë fëmijë e keni informacionet në kujtesën e juaj. Pikërisht në këtë kimi. Prandaj kjo kimi e cila transmeton, që quhet neurotransmetues, është shumë relevante. Dhe vim te kuptimi i vetdijes njeriut. Në qoftë më pyetni çka është ajo, nuk e di përgjigjem çka është vetdia, por fatkeqësisht nuk e din kurkush deri më sot. Në qoftë se aludoni që një neurolog apo ata që mirën me hulumtimin e shkencës trunore, pra shëndetit mendor, nuk do të jenë gjendje ta sqarojnë dot. Por ata të cilët me anë të aparatit matematikor, inteligencës neurale, artificiale, qarkullimit, procesimit të informacioneve, që faktikisht janë inxhinier, mund të jenë edhe mjek. Është mirë që i njëjti njeri të ketë të dyjat, por zakonisht bëhet me punë teamwork, do të thonë një bashkëpunim interdisciplinar, që analizojnë procesimin e informacioneve dhe përgjegjjen e vetdijes, pra si funksionon në mënyrë deterministike truri, apo procesimi i informacioneve, do të japin përgjigjen ata të cilët janë ekspert për lëmin inxhinierike që quhet neural network, procesimi neural.